Shqipëria është tashmë gati të nisë negociatat për të antarësuar me të drejtat të plota në familjen e madhe të Bashkimit Evropian. Kështu ka deklaruar Ministria e Integrimit Evropian Kleda Gjosha gjatë një deklarate për mediat nga Pogradeci. Ajo tha se dy kushtet e ndërkombëtarëve ishin kalimi i reformës në drejtësi dhe ligji i vettingut, të cilat u kaluan dhe tashmë mbetet vetëm implementimi i tyre. Reforma në drejtësi është kyçe. Implementimi i kësaj reforme ka qenë një nga kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian dhe Shqipëria sot po e zbaton atë më së miri. Ne filluam duke e kaluar atë me një kompromis të plot në Kuvendin e Shqipërisë me 140 vota pro dhe kjo është nisma më e mirë që mund ndërmerrte Parlamenti shqiptar për të miratuar këtë reformë historike. Vazhduam me ligjin e vettingut, i cili sapo ka kaluar në Kuvendin e Shqipërisë dhe ky një tjetër kusht i vendosur nga Bashkimi Evropian. Implementimi patjetër që do të monitorohet shumë thellë edhe nga vendet anëtare dhe nga vetë Komisioni. Ne jemi të gjithë të angazhuar që kjo reformë të jetë e suksesshme dhe të shërbejë në radh parë qytetarëve shqiptar. Gjosha shkoi më tej duke thënë se brenda shtatorit do të miratohen në kuvend edhe 6 ligjet e mbetura, ndërsa theksoi se ato duhen kaluar me konsensus, por nuk përjashtoi faktin se ato do të kalojnë edhe me votat e mazhorancës qeverisëse në rast se nuk gjehet konsensusi. Do të miratohen brenda shtatorit, është duke u bërë një punë të intensive edhe në komisionin e posaçëm. Do të ketë konsensus për këto 6 ligje? Të shpresojmë që të ketë. Pse jo, ne duhet patjetër të punojmë për një konsensus të mundshëm, sepse dialogu politik është baza e çdo demokracie. Patjetër që ligjet do duhet të kalojnë, por që më e mira është që ne gjithë bashkë punojmë të kalojmë ato me konsensus, ashtu siç u kaluan edhe ndryshimet kushtetuese. Ministria Gjosha, e pyetur për ndryshimet në qeveri, ku më fundit ishte dorëheqja e ministrit Haxhinasto, nuk foli rreth ndryshimeve, pasi siç do të thoshte edhe vetë ajo, është e fokusuar tek integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian.